Izolimi i Juglindjes për shkak të mbylljes së qarkullimit të nga Librazhdi në Pogradec ka sjellë anulim masiv rezervimesh. Hotelet, bujtina dhe restorantet e Korçës e Pogradecit janë më të prekurat, duke sjellë kështu një dëm të konsiderueshëm ekonomik. Operatorët turistik shprehen se 2 fundjava tani më janë anuluar. Fundjava e shkuar dhe fundjava që po vjen ne kemi pasur një radhë të madhe anulimesh. Të gjitha rezervimet tona janë kanceluar në moment të fundit me njërë pas gjendjes emergjente që është shpallur me rrugën Dragostunj. Dhe të gjithë bashkëpunëtorët tanë po them, hotelet dhe restorante kanë pasur të njëjtin dëm ekonomik me humbjen e klientëve që kanë qenë fundjavën e kaluar dhe fundjavën që po presim. Sa grupe vinë kryesisht drejt nga Tirana ose vazhdojnë turin e tyre drejt Tiranës. Problem shumë i madh ka qenë prishja e rrugës Taksit që lidh Pogradecin me Tiranë, ku shumë grupe kanë anulluar prenotimet e tyre për të akomoduar në hotelin tonë, për shkak të kësaj gjendje që ne ndodhemi tani. Për shkurtin dhe jo vetëm, sepse kjo gjendje është një gjendje e atitë, nuk mund të parashikojmë se çfarë mund të ndodhë. Anulimet të rezervimeve ka patur edhe në hotelet e Kolonjës, ndërsa rruga e cila lidh Juglindjen me Shqipërinë e Mesme është pothuajse braktisur nga automjetet.